Përshëndetje dhe mirë se erdhët në një tjetër video këtu të kanali im. Unë tani po bëhem gati sepse do të shkoj tek një mall këtu. Do shkoj për atlete se kam qenë të marr në një palë atlete me vete. Jam më mbeti për të ikur. Edhe po, tani po mendoj t'i kapja një herë këto flokët se siç mund ta shihni unë i kam prerë flokët, i kisha super të djegura dhe i hoqa të gjitha. Por tani më janë shkurtuar shumë dhe nuk di se çfarë t'ju bëj me këtyre, shiko sa keq më janë bërë. Edhe po mendoj që t'i kap flokët të jem edhe pak rahat derisa të zgjaten dhe pak, se nuk po i duroj dot fare kështu. Unë po flisja dhe me fëmijët tani dhe Sia nuk më del fare në kamerë, që është e drejtë. Kurse Henseli del edhe flet, thot në një gjë, ja bën mami, kurse Sia fare s'do t'ja di hiç. Ka mendje vetëm të luajë, të dalë jashtë, edhe asgjë tjetër. Shikoni. Tani po mendoj t'i mbaj pak kapur se do jem rahat. Ndryshe nga Suedia, këtu nuk mund televizor do të përveç se me makinë, edhe po nuk patë makinë, nuk del fare, domethënë. Unë sa do dal me një shoqe, kam me çfarë të dal, por Suedia ishte tjetër. Nuk e di pse, por në gjitha vendet që po shkoj, prap Suedia më ka ngelur në zemër. Shumë vend i bukur, kishte shumë mundësira transporti, kurse këtu ka tren, autobus, po janë në orare shumë të largëta, edhe nuk mundesh të arrish dot punën, ose do vesh shumë orë para atje tek puna, ose nuk do e arrish dot në orarin që je. Kështu që çdo gjë këtu bëhet me makinë, as me gjë tjetër. Edhe për të gjithë ju që keni Instagram, më ndiqni tek Instagrami im Ledina _lipa.vlogs, sepse e kam postuar pothuajse çdo ditë video nga New Yorku këtu ku po jetoj, e çdo gjë se me vërtet dua që t'i kem kujtime se po kënaqem me vërtet shumë. Edhe veshja ime për sot, që këtë gjupin që asa më pëlqen. Është xhaket në fakt, është fëshkë, kështu dhe duket super, edhe mrapa, po që s'po e 3 minutë. Këto gjinse që i kam blerë në Shqipëri, edhe një golf poshtë, se sot është shumë ftohtë jashtë. Edhe pse ka diell, por është shumë ftohtë. Nga për të marrë atlete, po s'po më pëlqejnë asgjë. S'u duket si për. Erdëm në qendër tregtare, po shkojmë në sajt, po shkojmë gjëra të reja. Edhe marrë këto atletë një Adidas, po do t'ja tregoj pak më vonë. Edhe tani do shkojmë në dyqane rrobash, shkojmë në një rrobë. Nuk e di se ku do t'i vendos në fakt, sepse nuk kam vend shumë, kam vetëm një çantë dore për të marrë në avion, edhe s'kam valizhe. Ese si do më nxjerr gjithë ato gjëra që kam marrë, por e di që do le ato që solla dhe do marr ato që kam lerë. Ka super gjëra të bukura, po të punosh edhe të jetosh në Amerikë, çdo gjë e plotëson. Sipas dëshirës tande, çdo gjë. Leva gjupin. Kuap në ShopRite edhe morëm këto sushit, nuk e keni ndenë sa të shishme janë. Por isha në Suedi, nuk e di pse kisha idenë që
Po të blija sushi nuk do më pëlqenin kurrë, por erdha në Amerikë, provova për herë të parë, jo tani që po ha, por më përpara, në fillin fare kur erdha, edhe më kam pëlqyer ekstrem shumë, saqë sot kur shkova përsëri mora një tjetër. Të tre dhe mora një tjetër lloj, mora me salmon, kurse herën e parë mora me mish pule dhe ishte super. Po edhe kjo vjen pak e ëmbël në të kripur, por shumë e shishme. I mora atletet që ju tregova që parë, shikoni, por my sister don't like it. Pse nuk më pëlqe? Pečuni? Çfarë thua më? No. Vete çova. I vëra etiketën. Njerë, çfarë të bëj, ti merr apo jo? Më thoni, më jepni pak. Shumë sa bukur duket Kemba. Erdha tek motra sepse sapo mbaroi dhe punën e tani do bëhemi përsëri gati sepse na kanë ftuar për kafe. Yes, do dalim përsëri. Do bëj një make-up të thjesht. Do marrim si fillim për të motrës. Do përdorim këtë fondantinë nga Kiko, që është një mrekulli. Kjo është vetëm pudër që përhapet për mirë në fytyrë, më krijon irritim gjatë ditës ose momentit kur unë e përdor. Dhe është shumë i mirë, por tani unë jam duke pritur pudrën e Huda Beauty, sepse kam shumë qejf që ta përdor edhe ta shoh, me qenë se kam parë super review të mira, kështu që po pres të më vinë, shpresoj të më vinë para se të iki në Shqipëri, që ta marrë me vete, edhe kam porositur disa produkte të tjera nga Elfi, nga si që është kjo marka, edhe kjo i ka shumë të mira, por kur ti marrë do t'ja u tregoj review-n se si më ri në fytyrë mua. Një sa mbulues që është. Mbulues, por jo që të dukesh sikur ke vënë shumë pudër. Është mbulues natyral. Ja, tu. Do vendos rimelin, do vendos këtë rimelin. Është nga L'Oreali, është shumë e mirë. Si fillim i bën me këtë të bardhën që krijon çerpikët të ndahen nga njëra tjetra edhe i japin tepër volum. Kjo është shumë e mirë dhe do ta marr para se ti iki një si kjo, sepse nuk të dele, është kundra ujit. Edhe i bën çerpikët shumë të gjatë. Ja. Tani do të përdor këtë që quhet, ja harrova emrin, konturimi nga Shiglami. Mua më pëlqen shumë kjo. Pravet shumë mirë. Edhe që kur erdha ja mbarova motrës. Tani kam porositur tjera që mezi pa pres të më vinë. Pastaj do përdor prap këtë blushin nga Shiglami. S'kam ku e vendos tjetër këtë telefonin këtu, kështu që më shikoni pak kështu si çuditshëm. Ta hapim këtë. Kjo është super. Kjo më pëlqen shumë, është kremoze. Tani unë bozë t'i lyeva me lapsin e zi edhe si për të t'i shkoj këtë lip glossin. Lapsin e zi? Lip gloss. Lapsin e buzëve i shkova. Tani do të bëj me këtë lip oil nga Diori. A vajzë të materja? E në marë. Dhe është më mirë. Ka që është dhe make-upi im.
si ju duke deri tani? Make-up bazik. Yes. A dhe përfundimi. A kishim tuar shumë njerëz për kafe, po neve nuk do vëmë asnjë kafe dhe nuk e di që do bëjmë tani. Tani do bëjmë darkë. Kështu që këto. Hajde ecim tani të vetë të ndërroj pantallonat e punës të burrit. Se di e kisha marrë numër tjetër dhe sot duhet të kisha marrë numër tjetër. Kështu që let's go my sister. Let's go. Ta falni. Trego pak lulen e bukur pa. Prit. Mblevi një vaza për shtëpi. E zhuzhaku i xhensullës. Zhuzhaku jot. Sa super zhuzhaku jot. E me ngjesi, unë tani sa po u zgjova, u bëra përsëri gati, sepse këto ditët janë turista. Turistat duhet dalin, duhet të bëjnë shëtitje, të shkojnë vende, të kështu me radhë. Edhe do dal me dy shoqe. Do të shkojmë te kinezi, të provojmë ushqim kinez. Unë kam provuar suedi, por të provojmë edhe një herë këtu se si janë. Që po i shihja këto flokët, më janë mërzitur shumë kështu me këtë ngjyrën. Po blej një bojë, është bimore këtu, dhe do t'i lyej. Nuk e di se çfarë ngjyre do marr, por kur të marr do t'ja u tregoj edhe ju, edhe do shikojmë rezultatet se do dalim. Kështu që montra do bëhet parukere një ditë për mua. Unë po bëj 2 javë këtu dhe akoma nuk jam shëruar. E ndjej që kur të shkoj në Shqipëri do më duhet të bëj ndonjë vizitë ekstra, pasi veshët e mia akoma dhimbin. Në fakt që të tregoj historinë e veshit, se tek videoja e kaluar nuk ja u tregova. Unë kur isha e shtruar në Korçë në spital, u shtrova nga infeksioni i veshit, ku arritin vesh të mesëm edhe preku pak dëgjimin edhe kockën e veshit. Më desh të shtrohesha për të marrë mjekimet venoz. Në një javë dola, pastaj javën tjetër unë nisa për udhëtim dhe udhëtimi më ndikoi shumë tek veshët, gjë që mua nuk po më largohet akoma këtu e 2 javë. Edhe kam bërë të gjitha mjekimet që më kanë dhënë doktorët, por ka patur një rezultat, por jo që ka ikur ky lloj infeksioni, kështu që do më duhet kur të kthehem javën tjetër, do më duhet që të shkoj të bëj vizitë përsëri. Dua të flas pak për vizën, se ma keni kërkuar shumë në video, në komente, më keni thënë se si unë e kam marrë vizën, por unë thjesht bëra një aplikim, për aplikimin në shtator, fundi shtator, fillim tetor, më duket se ka qenë, dhe e kam lënë për në dhjetor, sepse është shumë mirë që intervistat i lini në periudha festash, se atëherë shkem shumë si për ta marrë, se sa gjatë vitit. Ne e lam për në dhjetor. Në fakt datën e kemi patur për në datën 16 dhjetor, edhe më pas e kemi ndryshuar dhe e lam në datën 6 dhjetor, kur kisha unë ditëlindjen, nuk e di pse, por më thoshte intuita ime që në datën 6 dhjetor do jetë një ditë shumë e bukur, që do ma japi. Ndodhi, thjesht bërëm aplikimin, përfunduam të gjitha dokumentat që dushin, çdo gjë kështu i ka bërë ai. Të gjitha, thjesht neve shkuam një ditë më përpara, marrëm dokumentat, një ditë para intervistës, marrëm dokumentat, shkuam atje tek ambasada ose konsulata amerikane, sepse ata nuk e quanin ambasadë, e quanin konsulatë, por ne e njohim ambasadë. Shkuam atje, kemi pritur orar, se kur merr datën e intervistës, gjithashtu merr dhe orarin atje. Ne e kishim në orën 8:15 dhe qëndruam në pritje në 8:15. Hym atje, na bërën pyetje ku kemi qëndruar, ku kemi udhëtuar gjatë 5 viteve, çfarë punë bëjmë, a kemi fëmijë, sa fëmijë, çfarë moshe, ku do t'i lejmë fëmijët, pse do udhëtojmë në Amerikë dhe kë kemi në Amerikë. Këto. Asgjë tjetër. Përfundon, neve na mbajtën gati një 3-4 minuta atje,
që na bërën pyetjet, po kishte edhe që si mbanin fare, bënin vetëm 2-3 pyetje dhe ju thoshin po ose ja. Edhe kështu, i mori pasaportët dhe ju jeni të aprovuar për të përfituar vizën amerikane. Dhe na erdhi pasaporta për 10 ditë në Pogradec me DHL-n. Ka që ishte super e thjesht unë mendoj se është çështje fati, se nuk e di, ka që e marrë shumë, ka që se marrë, thjesht ne nuk është se po e prisnim, unë nuk kam që fare emocionuara se Indri kur ishim rrugës për të shkuar atje, por thjesht emocionet i mora kur tha që ju e keni përfituar dhe më duk shumë e pabesueshme. Dhe kur e mendoj tani që jam akoma këtu në Amerikë, më besohet, domethënë, sepse e kam ndërruar të isha këtu dhe nuk e ndërrova që do isha kaq shpejt. Se i kip tani. Sa po më erdhi një pak nga Huda Beauty. Wow, thank you. Pas ka dhe një urim për Ramazanin. Wow, let's open. Wow, sa e bukur. Yes, I like it. Që të bëjë më ka thonë dhe një vajze këtu. Për gjithë juve që jetoni në New Jersey, motra ime mund t'ju bëj thonjë tuaj, sa po e ka hapur Danin, ka bërë shkollën, do mi rregulloj edhe mua, ja këto mi ka bërë thonjë një herë, tani do mi bëj përsëri, se do ik në Shqipëri edhe kështu. Më dha dhe një valigje të vogël që ta marrë me vete për të futur make-upit, gjërat gjatë udhëtimit. Bojen tani të leshkës dave të mia. Mora bojen, shpresoj të dali, pakës fare të dali. Si bëm prova në thonjtë e mia. Më pret thonjtë ta pres versi. I blevi dhe këtë që është pasqyrë për thonjtë. Të më bësh thonjtë se nuk për i duroj dot më. Njerëz i kam thyer në përsirtar dhe nuk e keni ide sa më dhe më shpirti.